Në zonën e Kënetës në Durrës, në një ditë të bukur shkurti, shkojmë të takojmë një zonjë të veçantë, duarart, zonjën Shkurte Hysenaj, ku na pret me verën tek dera. Futemi brenda në shtëpi dhe na tërheqin vëmendjen punët e bukura e të veçanta, plot ngjyra, të bëra nga duart e Shkurtes. I bëjmë një intervistë për jetën dhe artin e qëndisjes. Dëshira për punët e dorës tek zonja Shkurte ka nisur që në fëmijëri, për të bërë diçka me vlerë që do të vazhdonte si bashkëudhëtare shpirti edhe në rrugtimin e jetës së saj. Si ka nisur dëshira për punët me dorë? Unë kam qenë fëmijë 10-11 vjeçe, për herë të parë flas. Ka ardhur një grua te kushëria jonë, nga një fshat tjetër i largët, edhe kishte një përparse të punuar me punë kryqësione, s'disha se çfarë është kryqi. Kishin marrë ato kushëriat e mia më të mëdha, s'kishin ditë me e bë, më thot nana më pëlqen shumë si përparse, thash me reseba jonë. Po s'dija. E kam shqep një lule, e kam qep vetë aty kam mësu. Dhe me thonë fillimi i parë që kam filluar me qenis, me shtiza kam mësu që është 6 vjeç. Shkurtja ka një pasion të madh për artin e qëndisjes, por nuk harron edhe leximin e romaneve, si pjesë ilaçi që i shëron shpirtin. Unë punën e dorës kudo që kam shku, nuk e kam nda, por me të thënë drejtën te 90-ën kam lexuar shumë. Jam marrë shumë me lexime. Dhe me thonë, para 90 nuk ka roman që është botuar edhe i fsheft, që kanë qenë ato të verdhat, unë në përshoqe i kam gjetë e i kam lexuar. Edhe punën e dorës e kam bë. Kur na lishin, më sheftas. Cilat nga romanet kanë vetur në mendje nga historitë e bukura që ke lexuar? Lulet e Mollës edhe Saga e Forsajve, Anna Karenina. Një kohë vështirë në jetën e Shkurtes ka qenë edhe momenti i përballjes me sëmundjen dhe paralizimin, ku veçon ndihmën e doktoreshës ruse. 16 vjeç, e 4 muaj e 17 ditë. Unë jam ngritë e paralizuar në mes. Deri sot që po flas me juve. Pastaj, kur u paralizova në fillim, vitin e parë, nuk kom hangër me duart mia, as si kom lëviz fare. Ishte një doktoresh ruse në atë kohë në Rusi, kishte lind me leje lindje, edhe vite ulte tëm ditën në krevat edhe me lëvizte duart, me bënte masazh, me fërkonte, u mundua gjithsesi sa mi solli duart. 3 gota e kam thyer një ditë, se maj ato të gotë ndorë me pi ujë. Ajo më ka mësue, nuk di jeton si ton, e ka pas emër Maja Koçi, që kishte burrin Korçar, unë për veti se harroj sa tim gjallë. Ajo mi ka sjell duart, këmë të spaquban se mi ngriu në alqie dhe iku në paralizë. Pas përballjes me paralizimin, jeta e Shkurtes bëhet edhe më e vështirë në spitale, ku veçon vështirësinë për të marrë pensionin e invaliditetit. Si ka qenë jeta tënde? Skëter. Kam najtë shumë spitaleve, kam vujt. Unë, kur kam dalë për spitalit në Tiranë, ka thonë, një herë në 3 muaj me marrë një njeri me bë masazh, kam vedurve me lëviz, me i lënë në aktivitet. Unë kam 35 vjetë që s'kam pa që thohet doktor me sy për këtë punë, se doktor kam pas nevojë, më shkuja, më shtrua, jam operua me tamthe, kam peripecit e mjetë vazhdueshme. Unë s'kam pas pension 20 vjetë smundjes time. Në demokraci, moratej kam marrë këtu në Durrës para 20 vjeç. Aty ishte një kryetar shoqate, i kishim këtu në lagje, ndjes pas se nuk jeton më. Ai më pyeti, unë kam marrë me 45.000 lek, 24.000 lek pension kur kam marrë këtu. Ashtu e kam marrë në Baramcur, mi plotësoj dokumentat, gjitha mora pensionin sikur gjithë invalidët e Shqipërisë. Zonja Shkurte flet për një ngjarje të vështirë para gjykimi, në kohën kur ajo nisi punë si librashitse, duke treguar jo vetëm forcë për të përballur me aftësinë e kufizuar, por edhe dashurinë për librin. Gjeta punë, shit libra, ishte dëshira ime në librari, se e kam desh shumë libri. Edhe kur shkova, interesova, ishte ai zotnia që e kishte librari në shtëpi, më tha, flej në shtëpi time, kisha mik të familjes.
Desha vetëm aty, ishte në punë, punon të një afër me sekretarit të dytë Komitetit Partisë Trupojës. Edhe erë në shtëpi, tha ti ke kërkuar punë, tha dë vllajta s'ke i co buk mja dhonë. Ishte gjoja më e rëndë në jetës time. Një ngjarje tjetër që shkurtja e kujton si moment të veçantë në jetë, është edhe vendosja në shtëpinë e saj. Kom ardhë në 97-ën për plasi lufta në Kosovë. Një vajzë nga Puka, ishte të Nën Tereza. Po ti ku jem, tha. Thashtë s'të kom pa, i thash unë kom ardhë të motra në Durrës. Ka ardhë ka pa shpinë, motra ime kishte një dhomë, e aneks, e ishin 9 veta. Ata e ka nërhje ma kanë bëhë të dhomën. S'kam pas nevoj, për shembull, s'kam jeti herë pa hangër. Në shtëpi teme flas, se kjo është shtëpia jeme. Se të 20 vjetë kam qenë në shtëpi teme, se unë e di para 20 vjetë kam ndaj me vllahën. Edhe pse dita nis me një rutinë të zakonshme, arti i qëndisjes është jetë për shkurtën në këtë kohë të vështirë pandemie. Ajo për të kaluar kohën shikon edhe telenovela, ku veçon ato që i bashkon shpirti me dhimbjen e saj. Dita ime nisë, qohem në mëngjes në orën 7, loj syt, ai qik buk, se më dhëtë me pi ilaqet e orës 7, se s'kam ka shkoj, pa i pi ilaqet e tensionit. Edhe dita ime është kjo, këto, puna dorës. S'kam me këtë rrisi, dhe mos kjo pandemia, ma ka zi ditën edhe jetën. Se vishin në herë dikush edhe të afërme të mi, nga Tirana vinin, nga Tropoja, kurse tash është blokuar çdo gjë. Shikon telenovela? Po i shoh. Më pëlqejnë ata që kanë dhimbje si ansion. Ata njeh më shumë ti. Për shembull, nën, me atë vajzën e vogël, e ka nisë ka marru me dhimbje në shpirtin tem. Është lullet të vetmora, knaqem, shfryj çdo ditë të qaj. Qajnë ato qaj edhe këtu, qaj me to, se do shpirti me shfryj. Ngjarje të vështira dhe të dhimbshme, zonja Shkurte rrëfen disa, por shkëput një ngjarje nga kujtimet kur ishte në fshat. Një ngjarje që i ka thyer zemrën, e që nuk e harron dot, dhe ndjem faj për fajin e fatit të saj. Isha në fshat, vllai ju thash, ka 7 fëmijë. Vajti vajza u ndanë të bukave në darkë, që blenim bukën në dyqan bukës. Kur ka shku, erdhi në orën 10 natës. E kishim 20 minuta larg. Kur ka ardhur pa bukë, i mirte 3 bukë, zakonisht. I thajmë vëlla, tha, sa dete pse pa bukë? Tha, bac nuk ma dhenë, se nuk ka dalë nona në punë. Ajo është shoqëruesja ime. Mirë, tha, s'ka gale. I tha, nën zvetë, gru zvetë, i tha ai. Tha, a kena bukë për darkë sonte? Po, tha, sa dush. I tha, i me kunjot. Mirë, po, Anila, imagjinosh, s'flas për vllahën, as për kunjotën, as për veten time. T'imagjinosh, t'i lësh 7 fëmijë pa bukë, dhe me thonë t'ja u presin bukën. Pse jeti fatkeqe, a ka gjë më të rëndë në botë? Nuk besoj që ka gjë më të rëndë. Nuk kam mujt me majtë vajnë, më tha vllai që keti. A qunë 5, ka ec 1 orë, ka dalë në komunë, ka marrë bukë, edhe ka në shtëpi. Dhe me thonë, kjo është dhimbja që mu s'mike në asnjë moment. Kjo ka qenë më rëndë se vdekja e nënës. Ka qenë më rëndë se vdekja e Timeti. S'kam qenë për asnjëun në shtëpi. Por që për fajtim të mishin ata pa hongër, unë e kurs. Nuk mund pajtohem ata njerëz kur. Luftë me jetën dhe fatin. 63 vjet në karrocë. Që dhimbje mban kjo grua e fisme dhe e bukur. Si ka rjedhur jeta tënde pas moshës 16 vjeç? Unë si jam paralizuar, fill kam shku në Kukës, në spital. Nga Kukës në Tiranë. Në Kukës kam nëjë 12 ditë, pastaj kam shku në Tiranë. Jam shtru në Tiranë. Aty nuk ju ven fare dhe mjekëve, se aq ishte gjendja të në 57-ën, një shtator 57 jem paralizuar. Edhe jo se ma bon me i natë, pa aq dinin, themon, inshallah. Ashtu qoftë.
Më futë në nëllëqin vend që më të merreshin me mesazhe me këto gjana. Më futë në nëllëqin që këtu e poshtë edhe se kujtun me ma hek dhe jerë Rusja që ju thash. Edhe këm të mija si që shef tashi, kanë 63 vjetë që s'janë mbledhur gjuj, as që s'kanë lëviz gishta, as që nuk kanë lëviz pjesën e komve kështu, 63 vjetë. Mos me trau kam qenë feju, më ka pas feju baba kër jam paralizu. Nuk e më haj, se s'është sekret, se kisha pa kur dhe se kam pa kur ishtë feju min tim. Pse si ndodhi? Ishte koha atëherë motra. U fejojshin pa i pa dhe djemt, pa i pa të fejumit, i shifnin nana baba dhe s'kishtë rëndësi me i pa fëmija. Megjithatë, arti i punëve të dorës e ka ndihmuar Shkurten shpirtërisht të eci përpara, por vështirësia më e madhe ka qenë në tregun e shitjeve. Ke fituar ndonjëherë të ardhura nga shitjet e punëve të tua? Para 15 vjeç po. Kam një shoqe që është në Tiranë, quhet Angjelushe. Edhe ajo ka ardhur, se i dinte që punoj, edhe më ka sjell pej, e kam bërë për një shoqe të sajna, anë Greqia ku i qonë të ajo, edhe as më interesa. Kam fitu të ardhën në një. Po ka pas raste si vërtet, nuk them 1 milion lek, po sa punën e bëjsha unë një vit, se s'kam qenë gjendje të sotshme. Punojsha shumë tër dite. Për Zotën, 500 mishja ishte në të. Po unë si kam marrë, po s'ka problem, edhe ato që kam marrë më ka ndalë. Në jetën e Shkurtes, ashtu si në jetën e të gjithëve ne, ka edhe momente dhe ngjarje të bukura që i mbushin zemrën me lumturi, ku veçon lindjen e nipit të dashur. Të mira kam pas kur më ka lindë nip i vllajt, djali i vllajt, i fëmia i djali i dytë, se me të parën s'kam qenë aty. Ka qenë lumturia ime me madhe, dhe më thonë ata kam majtë në dorë, e kam dashur shumë edhe dua dhe sot është në Itali edhe sot e dua shumë. Ata, unë se di që është fëmija, se di të shurin e fëmijës, po s'besoj që nën mund të doj më shumë fëmijën që duhen ato. Me një dashuri dhe pasion të veçantë, Shkurtja paraqet artin e bukur të qëndisjes me dorë, si vlerë tradicionale të kulturës sonë, ku veçon kostumin e dibrës. Kjo e ka këtë të veten, është në brez, po brezi. Kjo është vehet përmes barkut edhe përmes, po jo përmes, po vëhet pjertas kështu mrapa. Edhe mërthehet pora. Kjo është prapa, edhe kjo është jeleku, që vishet jeleku si për këto. Arti i qëndisjes është i larmishëm nga duart e Shkurtes. Ajo shpjegon llojet që përdor, ku spikat punimi, vajza në kal. Pasioni i madh që ka Shkurtja për punët me dorë e mbajnë jetën e saj gjallë, ku shpirti i saj identifikohet me qiellin. Mbushem, e mbaj ditën gjallë. E vetëm puna mba gjallë, një forcë. Se jeta është shumë e rëndë, po unë me punë edhe me dashurinë e nipave e mesave kam kalu kohët. Jam sot ku jam. Çfarë ngjyra preferon që të punosh tek punët me dorë? Të gjitha, po unë ngjyrën bëjqilli kam dashur shumë, se e vetmja ngjyrë ka qenë që e kam përdorur shumë, ata dhe bezhën e kafe. I kam dashur gjithmonë. Po bëjqillja çfarë ka në një simbolik të veçantë? Po ma do syne. Se më ka mungu qilli ta në jetën. Më ka mungu qilli, po pse qill shofun këtu? Nuk mund t'i thuash qill, as 1 metër vend nuk e shoh. S'është qill për mua. Gjelbërimi mungon. Unë kam thonë edhe deklaraj edhe sot, për ajush, që kemi një manë në Trupoj, që është në fshatin tim, Dobrej, thonë ana, është fush ka i pus aty larë, edhe thamë, aty let jem vetëm, po të më dali shpirtin mes gjelbërimit, se e kam pas mund të jetën. Ngjarje të tjera të veçanta në jetën e Shkurtes janë edhe ulja për herë të parë në një karrocë për njerëz me aftësi të kufizuara, apo edhe një dreke këndshme që ka mbetur në kujtesën e saj. Ai momenti ishte një diçka, si thësha se jam unë. Si ka mundësi me bën një këtë rrugë me karrocë për herë të parë, edhe jena sjell me atë, po edhe bateria punoi, se ishte karrocë e re, jena sjell, po kur kam hyp 2 herë miniaturën, që është e ura Dajlanit,
kam kujtu që jam tjetër njëri, jam një shkurt tjetër, ose s'jam unë fare. Kena shku, kena hangër një drek, mora peshk, se unë e duhe shumë peshkun. Asa jena këthyje nga ura Dajlanit, prapë kena ardhë në Shkozete, më ardhë të shpija, nga keni ardhë ju sot. Shkurtja flet me dëshpërim për jetën, për humbjen e viteve rinore, ëndrat dhe për jetimin e dhimbjes, që na bën të përlotemi edhe ne. Ka dhe më kestone, ju thash, pra më dhem për vete. Më dhem për vete, dhe janë shumë vite. Janë shumë vite. Vesh ti numërosh lodhesh, jo ti përjetosh. Që të përjetosh sa kam përjetu une nuk besoj që ka njëri në Shqipni me 63 vjetë në krevat. Nuk ka pas dit, pak të një orë në dit, që nuk kam qa vetën me oj, vetëm për vetëm. Ama asë qaj kur ta disim vjekush, asë më në kupto kush të qa për bëj. Unë e kam atë, po nuk shfryna një orë në dit, unë pëllë qas, ndash beso, ndash mos më beso. Ose sa janë la me lotë këtë punë të mija, tu punu e tu qa vetën time. Për të zbehur pak rrëfimin e dhimbjes, e duke u kthyer tek pasioni i saj për artin e qëndisjes, Shkurtja rrëfen se punon shumë, edhe disa nga punët i ka bërë për familjarët e saj. Sa orë punon në ditë? Ka raste që punoj 8 orë, ka raste që punoj 1 orë, ka raste që punoj 5. Ka raste që punoj gjithë ditën, po ju i pa duhet e mja, punoj shumë nga dale. Po punën e majnë dorë, ama kush të vinë, thonë Shkurta s'ka, ma punëtore s'ka më në botë. Ama ka raste si bëj 2 radhë, se s'kam fuqi. Ama në dorë e maj se ju thash ma gjallë, më duket që kur e bëj një punë, kur e maj afër, kur e maj në dorë se kur e maj afër. Kam vajzën e motërës në Itali, ajo ka dy kostume këmbëtare që ja kam bo. Është në grupin e vallëve aty në një shoqat, edhe i përdor ato. Ja kam bo nusës djallit që është këto, nusës djallit motrës. Kam plan mja bo dhe njaj mese temes, njaj mese i kostum këmbëtar, shtashe kam plan. Më në bofsha, më laft Covid-i. Që se zhje Covid-i të tja bëj edhe asajna. Dashuria për familjen është thelbi i shpirtit të Shkurtës. Unë kam shumë dashuri, për njerëz të mi kam 14 një pëmbesa, që të betohem në Zot që nuk i ndoj njenin me tjetrin. Do me thoni kam 14 më arë, Zoti me më thoni cilën për jep, unë i milë i syte i thëmë për qa dushtu s'kam asni, me thonë. I kam 14, i ka bo nona ime, jënë gjithë për gjakut nonës time. Kështu që janë për mu janë një loj. Kam një vla një motër, vlane kam 88 e gjys, po i bët 89. Kam edhe motër që e pa dve, këta 2 kam, këta e dashuria e ime e jetës time. Kam edhe këta fmi të motër si dushur. Biljes mund të thëmë që janë ashtë të dashur sa habitëm ku i gjajnë në gjitha dashurisë si e japin. Jo mua, po njën i tjetërit edhe kjo me për shumë blumë të ri. Shkurtja është duar artë dhe shpirt bukur. Për këdo, ajo dëshiron më të mirën. Zënja Shkurte, ke miq? Po, Çfarë beson të miqësia? të mi ko unë e vlerësoj sinceritetin. A njëri që më gënjen për mua është i vdekun, kush do që tjetë. Edhe vlla në pas të emrin, vlla, që kam të thashe kam një drejtësysh, po më gënjevi për mua sështë. Se unë nuk mund të gënjev, kush të gënjev ti pse më gënjen mua. Dhe doja që vesh të mi në gjonin mirë. Të dëgjonin mirë, se unë me pa mirë dhe me në dëgjua mirë, është nësja ime me madhe. Kur shkojnë Tiranës, se shkojnë Tropoj, se kam shku disa e në Tropoj, edhe me karrocë kështu si që jam. Si nisëm këtu dhe shkoj atje, shpijat e bukra mu ma knaqin zemër. Dhe më thonë, kam qef me pa i gjatë bukur, kam qef me një gjuhë mirë, po me të thonë drejten shumë pak për në një gjojnë veshtë mirë. Ke bërë në njërë në një udhëtim me imagjinar me mendjen tënde? Për natë e për ditë. Një vend bukur që ke shkuar? E bëj udhëtime imagjinare, po kur s'jam knaq. Se s'kon kam shku kërko. Duart e arta të Shkurtës kanë bërë veshjen tradicionale të Dibrës.
një kostum unik me detaje të veçanta, ku e shohim të veshur aq mrekullisht nga mbesa e dashur, që duket një bukuri e rrallë e veshur me këtë kostum. Një përkujdes të veçantë për shkurten ka patur edhe Vera, nusja e nipit të saj të dashur. Një zonjë fisnike që kryen shërbimet e kujdesit personal dhe shëndetësor të saj, ku Vera tregon edhe marrëdhënien e veçantë me të. Di që i shërben zënjës shkurte. Si është kjo marrëdhënie juaj? Shumë e mirë. Jam që 23 vjetë që njihem edhe jam nusë e kësaj shtëpie. I kam shërbyer në mënyrë si pjesëtar i familjes time, jo si tezja e burrit tim. Kemi marrëdhënie shumë të mirë, jetojmë të pandara, s'kam lëvizur asnjëherë, për shumë që kemi larguar diku jashtë ose ashtu, jam gjithmonë non-stop këtu. Vera vlerëson jo vetëm marrëdhënien e mirë me shkurten, por edhe karakterin e saj të fortë dhe punët e bukura të dorës. Çfarë veçonte ka jo? Ka një karakter shumë të fortë, është shumë e fortë, nuk dorëzohet. Edhe kur është që s'ndjehet mirë, e bën atë përpjekjen mos me urrëzuar, ose me ndonjë pa punë, ose me ushtri, me fjetë, për shumë se është s'ndjehet mirë, nuk dorëzohet. Për atë admiroj. Ne jemi më të reja dhe dorëzohemi, po kjo është për vitet që ka jetuar si e smur, si e paralizuar, është shumë e fortë. Ka bërë një gjë specifike ty? Po, dhe unë kam mësuar, edhe pavarësisht se kam ditë pak me punuar grep, kam mësuar shumë nga kjo, kam marrë modele nga kjo, më kam mësuar se që mund të bëhet një model tjetër i ri, edhe vazhdoj akoma mësoj për saj.